Peshk i skuqur për sot, vetëm që nuk i dim emrin peshkut në shqip, tani do na ndihmoni juve. Është bakaljaros në greqisht, kod në anglisht, nuk e di në shqip, tani do më thoni. Tani hodha pak kripe dhe piper se ky lloj bakaljaro nuk ka kripë, se zakonisht kur ruhen në kripë janë shumë të kripur, po ky nuk ka kripë. Edhe pastaj i kalova në kripë dhe piper siç u thash, edhe e kaloj një çik në miell, që të mundem që ta skuq, që të zër atë koren nga jashtë edhe të bëhet shumë i shijshëm. E vendos në vaje, kuptohet që duhet të jetë shumë i nxehtë, që të më ngjitet peshku edhe që të mundet të bëhet kështu crispy. T'ja bëj kreca, kuptoni tani se ç'dua të them. Edhe pasi është skuqur mirë, do ta heq nga tigani, do ta vendos në një pjatë në të cilën kam vendosur një çik letër kuzhine që të marrë vajin e shumtë. Edhe përgatita edhe oris, pilaf, domethënë, pilafi e ka 1-2 siç e dini gjithmonë. Ndaj nuk a filmova se ua kem treguar 500 herë se si bëhet pilafi. Hecën së bukull. Edhe kështu sot dhe një sallat me domate e thjeshtë edhe me speca edhe me qepë. Kjo ishte dreka që thoni. E thjeshtë edhe e shpejtë. Ciao, ciao, kaloni bukur.